Në gjykatën kushtetuese, Erion Veliaj, edhe për nga arsimi që ka, ai mund të jetë shumë i ditur në pjesë të tjera, nuk ka ndonjë dobi prezenca e tij fizike dhe zakonisht në gjykatë kushtetuese, edhe të lartën, po të themi, prezenca ndoshta ligji nuk e pengon. Po, e personave në tim nuk ka qenë, po. Po nuk ka vajt ndonjëherë në gjykatë kushtetuese i pandehuri, pse? Sepse aty nuk diskutohet rrethan fakti. Po pse shkon zoti Veliaj? Pse pranon? Tash kjo, ta shikojmë këtë punti se se ai ka mbyllur gojën në një farë mënyrë. Duhet të ndodhë, po shteti, shteti që t'jetë demokratik, duhet të bëjtë të truket. E kupton, të njerëzit ta marrin vesh që nuk u lanë Këshilli Bashkiak, po erdhin kushtetuese. Dhe unë kam frikë se këta kur të lirojnë në fillim e kem as qave. Dakor, që thot ja, çumë dhe në gjykatë, thot foli, dakor, jemi në rregull. Shiko, mos e haro kur shprehjen e Stalinit, populli voton, votat i numërojmë ne. A votove i lirë ti, po ç'puke ti se kush fitoi? Ti votën e tha kush ide për këtë, sepse kemi kutin tjetër. Kjo është skenografia e mbeturinave, se këta mbeturinat komunizmit, gjithë. Ashtu janë rritur, me atë ideologji janë rritur, nuk e njohin lirinë si standard. E kupton? Dhe kur nuk ke standardin e lirisë në kokë, nuk mund të ndërtosh proces të rregullt ligjor. Dakor? Pra procesi që të manipulosh një proces nuk mund të jesh njeri i lirë ti. Gash, a të zhdukur ty si Erion Veliaj ka qenë njeri shumë i pushtetshëm në Partinë Socialiste? Po jo më falë se po përgjigjem unë vend të shpendit. Patjetër. Shiko, dikush fuqia. Sa lek xhiron. Po xhirove miliona, je fuqishëm. Duke ju referuar edhe kësaj gjëje. Zoti Veliaj ka shkuar në Burg. A do të përgjigjen time tani? Patjetër. Të shpendi i dytë. Po, Gashi. Unë jam ti e di shumë mirë, se ne flasim për ditë bashkë, që jam fan si National Geographic, Discovery Channel, edhe dashuroj botën e kafshëve. Është i kafshë dashur që quhet palloj. Ngre vetëm bishtin nga pas, i trem kundërshtarët, të tjerët thonë predatorët, të tjerët thonë kjo është një gjë e madhe dhe t'i largohemi. Kur shkon atje, ti shikon që ishte një zog në kërkim të aventurave, a kupton që po e kape, shumë është dukur dhe mua Erion Veliaj. Sepse Erion Veliaj tregoi që nuk ka pas fare baza të forta, si që kishim neve. Si që kishim paramendu neve. Nuk ka numër rendor në Shqipëri, 100 e tjerët janë 0. E bile këto 0 mas 100 japin forcën atit. Se 1 me 1 tjetër 0 mrapa 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milion. E kupton, sa më shumë 0 të shtohen. Valentoj njëshin, pa. Ka shumë 0 mrapa kë. E kupton, ta japin fuqin këti. Problemi që kemi ne sot është fakti që këta nuk kanë frikë nga spaku, sepse kanë të kapur spaku. Sepse do të vënd pika, do të vënd gishin në plagë, aty ku është. Po pse mendoni se është, edhe unë njëti mendim kam? Ja ta them unë. Thjesht ta dim për publiku një argumentim. Pse është i kapur spaku nga Rama? Shiko, duan të krahasojnë, nuk e di një gazetare ishte para në 2 ditësh, do një krahasonin që edhe Berisha nuk u paraqit në detyrim paraqitje, edhe Bela, krahasojnë tash Belën me Berishën. Një tjetëve se mund krahasojnë. Prit. Nuk është problemi Berishës si Berishë. Qëndrimi Berisha nuk hiku të bënte skandal jashtë shtetit. Kjo tash me fletire në xhepin në Zvicër, Bullgari. Tash më thoni ju mua, kuriozitet është kjo, ju jeni gazetar. Në 3 shtete a firmos në kontratë kjo? Për çfarë vajti kjo? Se ne bëjnë zyrtare, shiko, kur vete ministri e linjës, firmos një kontratë. Dhe kjo bëhet përpara nga grupet e punës. Jo, diskutimi. Kur vete ministri jetë vetëm firmës e është mbylla e punë. Ashu, çan këto vizita që bën kjo? Pra, e para njërë kjo s'është morale, s'është ligjore, s'është shtetërore. E dyta, ky që sot është në Paris, te Macroni, ky duhet i thoshte stop. Zëvendëses ti. Po flet për kryeministrin e vendit. Po. Të madhin. Po, se nuk mund t'ja përmendë emrin 100 herë aty. I thoshte stop, ku vete ti? Ku vete ti? Hajde njëri. Po mirë. Unë në dijenin time dhe tënde sigurisht, është fakti që zoti Rama ja ka kërkuar dorëheqjen zonjës Balluku. Problema është, shiko. E ke fakta? Ti e ke fakt? Jo. Kam informacionet e mia, të cilat ma konfirmojnë faktin që ai ja ka kërkuar zonjës Balluku. Pasi përpara janë marrë vesh, unë do kërkoj dorëheqjes do japësh. Dakor. Atëherë. Kush i ha këto? Po pse është mediokre që nga situata? Është më keq se kaq. Po them tash, shiko. Men. Shiko.
Dhe pastaj kjo, direkt ikën jashtë shtetit. O Genci, një pyetje.